e Spakut. 1. Arratisjen nga Shqipëria, 2. ose burgosjen. Unë nuk do të tregoj me ashpër dhe të marr mbi vete mbi supe atë antidumanizm tezën. Ma lër unë po artikuloj unë pse. Altin Dumani ka qenë njeri i cili ka marrë përsipër të krye kamikazin politik të ish administratës dhe jurikimit të cilën e financuan. Pse e përdorën Dumanin? Ju duhet justifikoni të gjitha parat e investuara në reformën drejtësi të cilat shkuan dëm me një reformë shtrembur. Pajtohemi të gjithë apo jo? Që reforma nuk është perfekte. Absolutisht. Atëherë, Altin Dumani e di shumë mirë se çfarë ka bërë atë institucion. E di shumë mirë se ku ka se çfarë duhet bënte, e di shumë mirë se si me një telefonat ai shkonte dhe kryente arrestime sepse jurikimit i duheshin rekorde dhe Blinkenit me ata për të justifikuar investimet në këtë vend në reformën drejtësi. E dyta, trumbetimi i Dumanit si i suksesshëm ka qenë vetëm për të mbrojtur palishmëritë e arrestimeve të Dumanit. Se përmendi avokati perceptimin publik. Shqiptarët janë njerëz që i shohin politikën shqiptare në tërësi të korruptuar. Dhe ashtu janë. E shohin politikën në tërësi njerëz që bëjnë keq, njerëz që keq qeverisin, njerëz që keq përdorin. Dhe kur ti i thua një shqiptar i cili nuk merr dot certifikatën pronësisë, kur i duhen lek tek legalizimet, i duhen lek tek një certifikat ka qenë dikur. Pra në gjërat më bastarde apo gjërat më të vogla në këtë vend, shqiptarët janë shfrytëzuar dhe janë parë nga xhepat, të gjithë fajin e kanë vënë politikës dhe drejtësisë. Dhe në këtë moment, kur ti thua shqiptarëve që ky do arrestoj këtë politikan, ky do bëj këtë, normalisht që janë me ty, sepse presin hakmarrje, presin gjak. Dhe Altin Dumani është trumbetuar në sondazhe të paguara sipas mendimit tim, dhe edhe sondazhe naive të shqiptarëve, që për ta nxjerrë Dumanin si njeriu e suksesshëm në mënyrë që të justifikoni palishmëritë dhe arrestimet e palishme të politikanëve shqiptar. Si ma justifikon më arrestimin e Ilir Medës ai zotëria atje? Le të përgjigjet. Altin Dumani, le të përgjigjet, ta shpjegoj edhe juristët. Të dëshiruar tha mënyra arrestimit. Lëre mënyrën e arrestimit, ajo nuk është përgjegjësia e Dumanit ajo. Fakti që ka përpiluar një dosje pa fakte. Me thënë të drejtën dhe ajo mund të jetë përgjegjësi, di pse? Po. Sepse zoti Velia u arrestua si zotëri, shkoi duke he atje. Sepse nuk bëri rezistencë nga pretendimin ata, nuk bëri rezistencë. Atëherë, jo, po shkoi BKE-ja, jo policia. Edhe kjo mund të jetë për ta, edhe kjo mund të jetë një lloj strategjie për Ilir Metën për ta ulur në fytyrën publik, për të treguar prap në kuadër të këtij justifikimit të turpshëm të parave të vjedhura në këtë vend, sepse neve dim çfarë bër me vettingun zotëri. Vettingu në këtë vend e ka bërë Taulant Balla si sekser. Paguaj 500.000 euro Taulant Balla, kaloi vettingun. Kanë larguar njerëz si ai prokurori i Shkodrës dhe shumë të tjerë që i thon juristët jo unë, sepse unë gjithmonë gazetari është zëri i palëve, juristët tonë që ka larguar nga sistemi njerëz të ndeshëm dhe kanë bërë njerëz korruptuar. Olsi Komici, deputeti, ai ka qenë njëri që përzgjidhte. Ka qenë dhe disa emra të tjerë që do të përmend të cilët largonin nga sistemi njerëz që nuk kishin të kapur. Shikoje kush është futur magjistraturë. Janë një mbesa të njerëzve të krimit dhe njerëzve të Partisë Socialiste. Pra është kjo trashëgimia e sistemit vazhdon ende dhe sot që njerëz të tjerë mos kenë akses në sistemin e drejtësisë. Tani, çfarë do përmendun tjetër për rastin e Dumanit? Mendoj që Dumani, edhe dy argumentet e fundit janë fjalën e Denisit, nuk ka bërë një hetim të vetëm nga Spaku. Është e përligjur nga të gjitha komentet e juristëve, që nuk ka nisur vetë me një indicie personale, ka dalë dhe ka bërë një hetim, nuk ka. Këtë e komentojnë dhe e thonë gjithë juristët. Pra një institucion që nuk bën një hetim të vetëm pa kallëzim. Të gjitha çështjet e Po çfarë do të bënte ndryshe me avokat? Çfarë do të bënte ndryshe? Ikte dorë publik, ka shkuar. Tani futur vetë ka një gjë. Do shkojnë prokurorin, ka futur emrin. Do të bëj unë sepse do të them gjatë emisionit unë ato çfarë ka bërë ai. Do të them dhe cilat janë, sepse ti jemi koherent, më ti jemi të vërtetë. Po edhe unë dua dyshime, nuk ka asnjë lloj gjëje. Jo nuk ka dyshim. Për mua ka bërë palishmëri. Se ka që egra opozita s'është ka që egra. Ti mendon që kjo është vërtet absolute. Unë kur do ta shikosh në një prizmë tjetër, shumë lutem. Ja ta mbaroj unë dhe po ta lë fjalën. Jo vetëm një moment. Unë nuk e vendos, nuk them që Dumani është heroi. Jo, unë kam me Dumani, jo me Spakun. Lutem. Dumani ka përdorur Spakun. Ore, diti që Dumani i ka hipur prokurorëve që janë tashmë nën hetim. O avokat. Janë në masë. Të duket normale ti. Ata që janë në gjykim, të lutem, do dalin fajtor me vendim formës për mua. Dumani, ata do fitoj pavajësira, i do arratisit të 28. Ore do ta fitojnë. Do ta fitojnë, do arratisit. Po çfarë vlere ka? Çfarë vlere ka? Të më thonë ti mbaj nisën Dumanit sot. Zotri, Altin Dumani, unë jam i bindur sepse siç jeti jurist me jurist të ri dhe unë dhe marr komente nga juristët. Tani do ta shohim, do ta tregoj koha. Jam apo s'kam të drejtë. Do them dhe gjë të fundit, e vetmja armë fitore e trofej Dumanit sot mbahet vetëm Sky ECC. Lufta, se përmendi avokati, se e dëgjova me vëmendje, tha, lufta kundër krimit organizuar. Lufta krimit organizuar është
mbështetja, suporti, investimi kryesor i Shtetit Bashkuar të Amerikës në të vend. Çfarë problemi ka? Normal. Më falni një minutë. Janë ata të parët që udhëheqin dhe e përgjigjet Dumani mrapa. Shiko, unë është bërë si refrengu që e them herë në studio, nuk du ta përmend më. 2 linja kanë amerikanët në të vend që është siguri kombëtare. E di, është antiterrori dhe lufta kundër krimit të organizuar. Këtu janë të investuar dhe janë vetë plotësisht. Dhe nuk është merit e Dumanit kjo gjë. Altin Dumani do thot, vajti çfarë bëri? Ska ECC, s'ka si dosje që në gjitha gjykatat ka rënë në gjitha vendet, ju mund ta konfirmoni. Është interpretime të ndryshme. Ore zotri, ka rënë në Zvicër, ka rënë në SBA, nuk është marrë më si fakt, si argument, është marrë vetëm indicje. Indicje pra, nuk është marrë si fakt. Altin Dumani do t'i binte dosja në gjykatë kushtetuese dhe do t'i binte komplet bomba në SPAK, vajti dhe tha, ç'a bëri? Vajti përgjoi gjyqtarët e gjykatës kushtetuese. Palishmëri totale. Tani unë këtë njeri të cilët e ka përdorur Yuri Kimi dhe Blinkeni, ta marrë si njeriu kampion e antikorrupsionit me kaq palishmëri, për mua nuk qëndron. Dhe Blinkeni po flasin për sekretarin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Ora pse sekretari i Shtetit ka një gjë. Ne mund të flasim për njerëz, po mund të flasim për Yuri Kimin e cila pas do ta mbaroj unë, ta mbaroj. Yuri Kim pasi la detyrën. Zotëri, jo, si Blinkeni ka sa ka që ka ikur, ka një vit. Yuri Kimi po ashtu. Hajde tani, ku ishte që ti sepse faktet janë ato që çojnë te analiza. Dakor, me fakte po flas don. Po jo, pra se si akoma jo, ato janë komente të tua, opinionet. Ishte Dumani në parlamentin e shtetit, po. Se këtu duhet dal. Ai ishte para dhe ata e pritën me të gjitha nderimet. Nuk i than le para punës ata që kanë folur ata, i kanë trequr veshin për çdo gjë. A pra po ti do ta thuash të gjë. Kur të, domthon ata e kishin kaq vështirë që ti treqin veshin në Tiranë dhe i than hajde në Amerikë. E para punës pra, takimin në Amerikë përcakton. Do t'japuni lajm për takimin në Amerikë. Po një sekondë tani. Komisioni i ligjeve, aty ishte raportimi i fundit Dumanit si kryetari i SPAK-ut, se nuk ka më. Po ishte një normalitet apo një rutinë. Po pra, normaliteti ishte ai edhe Serale dominoi. Aty ran sy zgjen edhe Dumani vetë. Edhe kryesisht opozitën i dominoi gjithë ata deputetët, se normalisht ai ka informacion ata ja fusin kod, siç i tha një për shkakun që ore çka ke bërë me kur e ke takuar këtë, kur ai normalisht se ka takuar asnjëherë. Po prandaj po them, ishte superior sepse ka materialet, ata s'kan asgjë. Deputetët kanë vetëm opinionet. Aksesin që ka ai normalisht. Pikërisht pra. Në këtë po më le të çojë në fund. Okej, ka të drejtë ta bëj mira apo keq detyrën, dhe se bën mira ata. Bën interesa personale. I shumica me dosja ata. Ta bësh detyrë me logjik, po jo kod. Ore zotëri, vetëm pyetje më ngri pyetje. Su ngrit një pyetje për incineratorët, për Belinda Ballukun. Su ngrit një pyetje. Ha pra tani ato pyetje që u ngritën ai dominoi sepse është ka edhe më informacion. Po ta japun topin e portën bosh edhe një fëmijë bën gol, ja dhan, ja lan portën bosh. Lajmi aty që shkojmë te lajmi. Lajmi aty ishte lajmi i largimit të Dumanit nga SPAK-u. Sepse është lajm i madh. Ky është lajmi i gjithë komisionit. Pasi Altin Dumani është prokuror shumë i ri. Nuk mos gaboj, nuk i ka mbushur 50 vjeç apo jo, përparim se ti duhet pak a shumë. Aty po i ri nuk është. Pra i ri kur them i ri e ka do ta kishte karrierën dhe më të gjatë. Më të gjatë. Pse ikën? Unë them, ai ikën për më mirë, nuk ikën për më keq, siç thotë. Do ta tregoj koha. Dhe postin e ri në këndvështrimin tim ja kanë caktuar miqtë amerikanë në vizitën e fundit. Ndaj tjetër mendim në lidhje me këtë. Dhe kjo është ajo që ka ndodhur me Altin Dumani. Pra, Altin Dumani ikën si triumfues, nuk ikën si një njeri që po aratiset nga pozicioni. Triumfuesi çfarë më Denis? Triumfuesi çfarë gjëje? Vërtetë atë. Ta them unë, përfundimi i këtyre proceseve madhore që janë në gjykatë. Kishte për detyrë të thyente mitin e paprekshmërisë. E bëri. Nuk ka futur në mënyrë të palishme thotë. Po si ka atë vërtetë gjykata, unë them, Denis, kamikaz juridik mund të bëhen të gjithë. Dgjoj, nuk ka pas prokurorë që kanë dëshkuar në këtë Po më gjete një deklaratë ndërkombëtare të rëndësishme, jo OJF ndërkombëtare, që të kundërshtoj arrestimin e Sali Berishës. Po ka qenë në sinkron me Dumanin e gjithë linja. Okej, atëherë me kë jeni ju atëherë? Me ndërkombëtarë? Jo, unë jam me të vërtetën. Jo me ndërkombëtarëve që vinë dhe kanë shitur 200 milionë euro reformën drejtësisë kanë abuzuar në të vend. Dumani do të dalin këto fakte që them unë që dalin. Unë them tani, prita të çoj analizën se nuk duhet të futem në raste të veçanta. Pra, Dumani ka bërë atë që i është kërkuar, të thyet miti i të pathyeshme në Shqipëri. Dhe kjo ndodhi, e bëri shumë mirë dhe unë gjithmonë i referohem me asaj që SPAK-u për mendimin tim e ka kryer misionin e vet, sepse nuk i futem emrave, ka çuar për ndjekje penale një president, ish president, ka çuar për ndjekje penale një ish kryeministër,
një ish zëvendës kryeministër, ministra pafund, një kryetar bashkie më të rëndësishëm në detyrë, pra nuk ka mbetur më. Por jo, po them për nivelin e rëndësishëm. Çfarë ka bërë me dosjet më të rëndësishme Denis? Si çka ka bërë? Çka ka bërë me Megoni Gold për shkakun që është një nga çështjet. Po çfarë dosje që ka prekur sistemin politik. Po ai thon po e hetoj, tani çfarë them unë tani? Kur më Denis po mbyll mandatin, kur të vi djali Dumanit spak do atëherë do të parë. Një sekond, edhe një herë, se analiza bëhet me fakte. Pasi ka mbaruar këtë mision, ai për mendimin tim do të marrë një detyrë më të rëndësishme se sa një prokuror i zakonshëm Spaku. Nuk është çudi që ai të futet dhe në nivelet larta, në institucionet e larta nesër ose të futet në politikës. Nuk ka asnjë gjë çudi këtu. Edhe politikës futet politikës aty pastaj. Jo, shiko, jo e ke gabim. E ke gabim harakiri. E ke gabim për parim këtu ndajemi pak pse? Sepse këtë gabim që thua, politika ka bërë dikush tjetër përpara. E ka bërë ai po, dakor. Po, e ka bërë edhe Di Pietro Gumbi. Nuk ka rëndësi. Gjithçka duhet të kesh parasysh një gjë. Politika jon ka nevojë për njerëz me integritet. Dhe unë për shumë po t'jap dhe një emër tjetër që doja preferoja në politik, kryeprokurorin e përgjithshëm. Ai ka statur tjetër. Po, pikërisht pra, këta njerëz i duhen politikës së re, se politika e sistemi i vjetër po degradon tash. Po Denis politika ti bësh pjesë si këta që janë aty. Po jo mos zotëri se politika perceptohet si palë, perceptohet si gjë. Dëgjoj, në politikë një sekond, nuk bëhesh pjesë. Tani do të kthehem unë për Olës Çelën. E diti që Olës Çela është një nga prokurorët e Toyota Yaris. A pra mirë, kem përgjigje më. Mos u fut tani në çështje. Okej, në rregull. Kjo është çështje që marrëm përsipër. Tani kjo është analiza për Dumanin. Dumani ka bërë një vizitë shumë të mirë në Amerikë, erdhi këtu me lajmin e largimit, që do të thotë është rakorduar tërësisht me partnerët amerikanë. Më shumë ngjas edhe për pasuesin e tij, i cili do jetë pikërisht njeriu që të dyja palët do kenë në rënd dakord. Avokat, gjitha dosjet se këtu pak a shumë e kam edhe me Denisin. Domethënë për sa i përket dosjeve më të rëndësishme të paktën të denoncuara nga opozita, nuk po flas për të tjera, po të denoncuara qartësisht nga opozita, si inceneratorët apo Megoni Bardi më duket kërkoi sot një komision hetimor për këtë çështje. Pra, si e vlerëson nga kjo pikpamje punën e Dumanit, për sa i përket le të themi hetimit mbi dosjet kryesore që le të themi përfshin edhe element shumë të rëndësishëm për sa i përket sistemit ton politik, ekonomik edhe financiar. Kuptova pyetjen. Unë uroj që SPAK mos punoj thjesht si pasorekseve politike që kam partit apo krahet politike në Shqipëri. Po në rastin konkret. Dakor, po goditja e liderit të opozitës Jalavien nuk do të dalë aty. Tani, nëse ti do të dëgjosh të avokatët e majorancës, thotë çfarë po bëhet me 21 janari, çfarë po bëhet me Gërdecin. Pra, ka dy linja, se janë dhe këta në hetim nga SPAK. 21 janari dhe Gërdeci, okay. Po pra, ndërsa nga krau tjetër, çfarë po bëhet me rastin me Gonigal, çfarë po bëhet me incineratorët, çfarë po bëhet me gjithë ato raste ku në fakt ka shumë nga pjesa e majorancës. Unë uroj që SPAK nuk lufton dhe nuk punon në përditshmërinë e vet, në kuptim të hetimit me ngjyrim politik. Nëse do bëj këtë, unë uroj që mos e bëj. Ti e beson këtë gjë? Unë dua që mos të ndodhë. Zotri, e beson që SPAK nuk ka ngjyrim politik? Shiko, unë jam avokat, unë jam jurist dhe po pra qëndroj vërtet atë që thonë, në opinion bërje mo, jo atje. Kam dyshimin gjithmonë me vete. Dakor, këtu po pranoj që ka dyshim, po. Unë jam duke thënë që nëse do ndodhi një gjë e tillë, pra që kur del kryeministri do duhet të arrestosh këtë, do duhet të bësh këtë, SPAK ka rënë. Pra gjitha kjo është thjesht një prokurori politike. Avokat, arrestimi Veliaj perceptohet i Dumanit si punë, unë do të ryj, perceptohet si punë e Dumanit apo si punë e Ramës? Kush e ka kryer arrestimin e Veliaj? Mund të them vetëm një gjë. Sepse ka një gjë, nuk mund të themi që SPAK punon mirë sepse ka bërë prokuroria më. Të lutem, nuk po themi që punon mirë se ka arrestuar Veliaj dhe punon keq ku ka arrestuar Berishën apo Metën. Nuk funksionon këtë. Por e gjithë të japi hakun për ato që kanë bërë më. Nëse do të japi drejtësi, të gjithë këta nuk do të ishin në këtë masë shtrënguese. Këtu fole si jurist. Po, nëse më pyet mua. Po Dumani, pse se bën këtë që thoni ju? Unë jam duke thënë që në rastin ju e nxorët kamikaz Dumani me këtë argument, pra mbaroj loja, s'kam çfarë, nuk ka koment, mbyll emisionin e do, mbaroj. E tha pra, mbaroj më. Jo më jo e tha. Në Shqipëri janë jashtëzakonshme dhe jo proporcionale. Pikërisht me rëndësinë e faktit dhe me çështjet.
nuk ka asnjë lloj rreziku, nuk ka pas një rrezik Sali Berisha për tikur. Personi i fundit që mund të ikë nga ky vend mund të ishte Sali Berisha, është Po njëri iku përparim. Ja pra iku, ta shpjegoj Ai iku njëri. Ai që iku e kuptoi që e donte pashekurave jo Dumani. Po, pra, dakor, pra. Donte pashekurave Edi Rama. Është tjetër gjë kjo analizë politike. Dhe politike. bëre mirë që iku. Po më them që fakti që iku do tregon që ka njerëz që edhe mendojnë ikën. Nuk është pa gjë. Dhe po i themi diçka. Se po e marr si shembull. Ka shumë nga e majta që thonë që gabimi i Erën Velie ka qenë pikërisht fakti që nuk iku. Sepse mund të ke pasur dhe informacion caktuar. Tani, të gjithë këto teori diversioni që dalin, si nga Imate, si nga djathtë të tjera, e vën faktikisht në një situatë totalisht dyshuese SPAK. Dhe kjo është e padiskutueshme. Madje nuk ja mohon dot askujt këtë gjë. Unë vazhdoj dhe qëndroj e saj që thash qysh të kryet herës, që pavarësisht nga gjithë këto situata, pavarësisht masave jo proporcionale në kuptimin e masave shtrënguese, nëse SPAK do arrijë që këta të shpallën fajtor në gjykat me vendim formës prerë, Dumani, për mendimin tim, do duhet të jetë hero në këtë vend. Përparim se po e ngarkon SPAK-un më shumë se sa duhet. A ishte sot rekursi në gjykatën e lartë, mos gaboj, për Ilir Metën? Pse se la gjykata e lartë? Pra, çdo gjë është vendim gjykate. Pra kërkesa është tjetër gjë. Pikërisht pra, pse se la gjykata e lartë Ilir Metën sot Ilir? Do se ka përfunduar, gjithçka ka përfunduar. SPAK-un do duhet ta ndajmë nga gjykata. Po pra, kjo është pavarësisht se mund të jetë nivel më i lartë i hetimit, paktën pretendohet. Gjykata është një prokurim, është thjesht një organ prokurori, një organ akuzë. Thjesht ngre akuzën. Nëse nuk do kishte një gjykatë e cila lën fuqi vendimarrjen e SPAK-ut, absolutisht i bie gjithçka. Pra, sepse do duhet dalë, prandaj them në gjykata pse nuk e la të lirë Ilir Metën? Ma shpjegon dot? Në kuptimin e dyshimit të arsyeshëm bazuar në prova që kemi të bëjmë me marrjen e masës sigurim, të masës shtrënguese. Në rastin konkret, nëse po themi ja ka futur kot SPAK-u, nuk mundet dot që gjitha gjykatat në këtë vend, madje deri në gjykatën shtetësuese po thuhet se kanë shkuar gjithë këto çështje, kanë ngelur fuqi. Pra, në far kuptimi, ky organ akuzë thotë të lutem. Unë kam bërë një kërkesë të bazuar në prova, po flas gjithmonë për masën, se më pas kuptimin e themelit do jetë një gjykim i zakonshëm, po thuaj se gjithë ata, se nuk ka gjykim shkurtuar, aty do shikoj pasaj, aty është lufta e vërtet juridike. Dhe do zgjasin, këto janë procese do zgjasin. Nëse do kishin 2 apo 3 të përfunduara, ne mund të thithim ndryshe dhe unë prandaj them që realisht suksesi final i punës së Dumanit do t'ishte shpallje fajtor i gjithë këtyre të akuzuarve të nivelit lartë nga gjykatat shqiptare. Ndërkohë, Almer, sot, dje, ka patur një diskutim dhe unë po të lexoj, domethënë nga Këshilli i Evropës, se kemi këtë postim, ka patur një vizitë të drejtoreshës së zgjerimit të Komisionit Evropian Valentina Schuperti me fokus të puna e rëndësishme e SPAK-ut në luftën kundër krimit organizuar. Ja ku janë fotot pas me Almer, së shpejti presim të mirëpresim zotin Dumani në Bruksel, ku ai do të paraqesë arritjet e SPAK gjatë mandatit të tij, një kontribut i madh në luftën e Shqipërisë kundër korrupsionit në nivelit lartë dhe krimit organizuar, si edhe në përparimin e vendit në rrugën edhe antarësimin të BE. Pra e bën punën e SPAK-ut një nga, le themi, momentet më të rëndësishme për sa i përket hapjes së rrugës integrimit në Shqipëri. Si e vlerëson këtë faktin që nga Bashkimi Evropian kemi këtë lloj qëndrimi jo më larg se dje. Kontribut i madh në luftën e Shqipërisë kundër korrupsionit. Arritje e madhe. Shqiptarët tani janë më të lumtur, do hanë me luk floriri, shqiptarët do shkojnë drejt Europës, do derdhen në xhepat e shqiptarëve, do hyjnë para pa. Jo, po kush ka argumenti që ky pas këtij është Rama, kur BE-ja del dhe thotë që një nga arsyet ka hajdut me origjinë me pasaportë amerikane, ka dhe hajdut me pasaportë europiane, nuk ka asnjë lloj ndryshimi. Ai Gonzato është një i punësuar dhe para ardhësit i tij, që ka qenë aty, ka qenë njëri i cili është akuzuar për marrëdhënie intime me një deputet të PS-s dhe kur ja kanë përmendur këtë gjë ka qepur gojë në sulmet që bënte. Kemi treguar që Romana Vlahutin, ideatorja dhe mbështetësja e reformës drejtësi bashkë me Donald Lu, kanë rezultuar persona me ndikim politik në Shqipëri dhe Romana Vlahutin ka një vilë 3 milion euro te Rolling Hills. Këtë do t'jap këtë argument ty për të shpjeguar këtë takimin me këta.
Tani tri kthehem avokatit unë sepse mbaj shënim. E posedon. Mirë, të lutem. Keli, nxirë pak kronikën e vilës ta marrë vesh. Zotri posedon një vilë 3 milion euro në Rolling Hills. Romana Vlahutin, njeriu që mbështeti reformën drejtësi kur u votua, që draftoi reformën drejtësi. Bëra ato të ardhura. Po si ka pra i kanë pa justifikuara pra. Pra, e para, dhe më përmendi, le të rikthehemu. Jo, do mbaroj ju fjalën. Kam me Redin, nëse nuk i njohim as BE-n, as SBA, mos na nxirr kot apo se s'ka kuptim ndonjë problem. Do të them unë pra. Jo, po ta them që nuk ka ndikim në Shqipëri. Mua t'ja bën argumentin tim të BE, po nuk ka kuptim, refuzoj atë kot. Unë do të refuzoj për sa kohë ata vinë në emër të SBA-s. Dhe në emër zoti Romana Vlahutin punojësja George Sorosit. Bashkëshorti George Soros. Si, është zyrtare BE-s dhe vjen këtu edhe ka zero ndikim. Ore, kjo në jetën tonë brendshme shqiptarëve ka zero ndikim. Ato le të japin. Ore, ato po e suportojnë SPAK-un. Po jo drejtimin e tu. Unë kisha me Redin, që mos ai sillton nëse nuk i pranojmë në. Po si pranoj jo, ti mund i pranosh. Unë kam opinionin tim. Argumentin e Almerit. Unë do të qëndroj gjithmonë te e vërteta sipas vërtetës që unë mendoj. Denisi le ta njohë, le thotë sa bukur janë veshur.